Në kujdesin historike disa figura mbeten të paharrueshme jo vetëm për veprën e tyre, por edhe për mesazhin që lënë pas. Një prej tyre është Oso Kuka, simboli i guximit dhe sakrificës shqiptare. Në ndër të tij organizuan një aktivitet përkujtimor me temë Oso Kuka në kujdesin kombëtare, simboli i guximit dhe sakrificës. Sot jemi në aktivitetin e radhës në Muzeun Historik të Shkodrës, aktivitet i cili është kushtuar ditës heroike dhe aktit heroik në fakt që Oso Kuka ka bërë në vitin 1862 bashkë me luftëtarët e tij për të mbrojtur trojet shqiptare. Është një aktivitet që realizohet në kuadër të aktiviteteve të shumta që Muzeu Historik në Shkodër ka planifikuar, por jo vetëm në aspektin kulturor, por edhe për promovuar figura historike. Pra është në vazhdim të aktiviteteve të cilat Muzeu Historik Shkodër ka planifikuar për të realizuar, pra jo vetëm për promovimin e trashëgimisë kulturore, por edhe për promovimin e figurave shumë të rëndësishme historike, të cilat janë pjesë identitare e kombit ton. Ngjarja e Vraninës ka rëndësi pikërisht sepse kemi përplasjen në pjesën veri perëndimore të liçenit të Shkodrës mes luftëtarëve shkodran dhe malësor, pra shqiptar, përballë përpjekjeve të Malit të Zi, pra gjatë kësaj periudhe, të drejtuar nga Knjaz Nikolla për të vendosur gradualisht për të zgjeruar në drejtim të trojeve shqiptare. Është një hap i rëndësishëm në funksion të fillimeve të lëvizjes kombëtare shqiptare, pra dhe të përkujtimit të këtyre dëshmorëve të rënë në luftë kundër përpjekjeve progresive të shteteve fqinje. Ky aktivitet është një homazh për figurën e Oso Kukës dhe një moment reflektimi mbi vlerat e guximit, dinjitetit dhe dashurisë për dheun.